Florian Lata. Sfida më rëndësishme javës së 10 në kategorinë e dytë nuk ka prodhuar fitues. Shiroka dhe Beslidhja Lezhës janë dalur në një barazim me rezultatin 1-1 në sfidën e zhvilluar mes tyre në fushën e Ershit Rusi. Në fakt ka qenë një takim mjaft i luftuar mes dy pretendenteve kryesore të këtij sezoni. Shiroka do të kalonte e para në avantazh që në minutën e 6 me Dulej që zhbllokoi rezultatin. Megjithatë, Beslidhja u përgjigj menjëherë pas 2 minutash, duke barazuar rezultatin në minutën e 8 me Akansase. Pjesa e parë do të mbyllej në barazim, edhe në të dytën Shiroka dhe Beslidhja rrezikuan portat e njëra tjetrës, por pa arritur dot të shënojnë golin e dytë, duke bërë që gjithçka të mbyllet në barazim 1-1. Pas këtij dueli, trajneri i Beslidhjes Elvis Plori tha se patën raste për ta fituar ndeshjen. Tani duhet jemi objektiv, nuk ishte një ndeshje e lehtë. Jo më kot edhe Shiroka ka marrë këto pikë dhe është në atë vend ku është. Por mendoj se kishim diçka pak më tepër. Mendoj se edhe mund ta fitoshim ndeshjen, sidomos me këto raste që kishim në fund. Gjithsesi më vjen mirë si reagume, sepse psuam një gol në kundërshtim në minutat e para dhe reagume mirë, barazume ndeshjen. Më dëmtoi, them drejtën, edhe dëmtimi i Karakaqit. Është një lojtar i cili ka eksperiencën e duhur dhe është, si më thon, pika kryesore mes fushës sonë. Na ra pak manovra sulmuese sepse topa kalojnë nëpër këmbët e tij. Gjithsesi unë jam i kënaqur me sjelljen e djemve, kishin ego deri në minutat fundit kërkunin me fitu ndeshjen. Nuk e fituam, por e rëndësishme është si humet. Nuk humet ndeshja me një ekip rival në fushë kundërshtare, them se është rëndësishme. Nga ana tjetër, trajneri i Shirokës Matias Tatangelo tha se nuk është i kënaqur me barazimin, pasi sipas tij kërkonin më tepër. No, non sono contento. Nuk jam i kënaqur. Volevamo di più. Kërkoshim më tepër. Penso che por momento siamo stati superiori. Mendojmë se ishim më superior se ekipi kundërshtar. La squadra più forte del campionato. Me kundër ndeshjes më të fortë të kampionatit. Abbiamo sbagliati tanti davanti alla porta. Gabum shumë përpara portet. E niente, sono contento per il gioco che hanno dimostrato i ragazzi, ma jam i kënaqur për lojën që ma kanë no bërë, per il risultato. por jo për rezultatin. Pas këtij barazimi, vendi i parë vjen të ndahet mes Shirokës dhe Beslidhjes me nga 23 pikë, teksa lezhjanët kanë një ndeshje më tepër për të luajtur javën e ardhshme.